uroj që Kosova mos shohet mëngjes me lajme të tilla. I lumi ai që është i durueshëm. Durimtari gjithmonë fiton. Lidhur edhe me vrasjet që po ndodhen. Sot e kum pas problem me fillu javën ashtu që kum lënë pak a shumë javën e kaluar pasi çdo mëngjes jam me Metropol Radio Kosovë me Medium Publike dhe kjo pyetje që po më bën ju është po mënoj një prej lajmeve më të merruese të rënditse që mund më ardhë në ditë sotit pas një feste, pas me një fjalë tjetër një periudhë që bota globalisht po kalon me shumë çka me shtrejtime me krejt këto edhe është e tmerrshme po mendoj vrasja asnjëherë nuk justifikohet kur për kur gjë. Tani e keni parasysh që ndodhin raste të tilla njerëz të cilët në momente dalin prej vetes besoj unë sepse s'kam arsyetim ose motiv tjetër që jap raste që ndodhin fatkeqësisht në Bashkuat e Amerikës ku nxënësit atakojnë nxënësit tjerë, profesora, hakmirë në mënyra të ndryshme, larg qoftë. Do me thonë, uroj që Kosova mos shohet mëngjes me lajme të tilla ku ka vrasje plus asaj në familje pa ma parasysh ku po vrasja si vepër është shumë e rëndë edhe kur je me media si unë që jam çdo mëngjes unë nuk muj me anashkalu gjithë atë lajm, nuk du me fillu Metropolin me atë lajm, por s'kom ka e qoj pa e të regu sepse duna me thonë ato çfarë ndjej edhe ndëgju si me ndëgju, kështu që po bëll keq, a me thonë. Sa ka u durimi mes njerëzve? Subhanallah, vjen keq, durimi është një veçori shumë e bukur e njeriut, i lumi ai që është i durueshëm. Durimtari gjithmonë fiton. Çfarë do që ndodh, qoftë në një aksident përleshje, çka do qoftë, durimtari long run përfiton edhe fiton. Kështu që uroj Zotit na çon durim, mos marrim hapa që shumë ktheheshëm mbrapa, do me thonë. Kur gjem puna, njësiti i policisë speciale fit që ka luftu në banska terrorist, super përgatitur, të cilët ende kërkohen, i kërkon ligji edhe gjyqësia në Kosovë, ajo policiu dosh me shku mu marrë me personin fjalë që është trajtu si terrorist pas dyqëri, vrasjeve, plagosjeve që i ka bërë në fund derisa dhe si duket ajo në qenë kritike. Sa më pak lajme tilla. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.